Atëherë, mirëdita të gjithëve, jam me të vërtet shumë e kënaqur. Në radhë të parë jam e kënaqur që mikpres në Rom, mikun tim, kryeministrin Edi Rama, ministrat e tij, të shumt në numër, ministra që erdhën këtu për samitin e parë ndërqeveritar Shqipëri-Itali, një ditë që për marrëdhëniet tona dyfalshe, për marrëdhëniet tona mund të quhet historike. Jo vetëm për faktin se është hera e parë që qeveritë tona takohen në një format të këtij lloji, por edhe për atë që ju sapo ishit dëshmitar, pra për sasinë dhe cilësinë e marrëveshjeve dypalshe, teknike dhe qeveritare të cilat u nënshkruan. Është e qartë, ne e dimë që marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë janë marrëdhënie që, le ta themi, i kanë rrënjët shumë thellë. Kanë qenë gjithmonë marrëdhënie të tilla konstante të vazhduara që shkojnë përtej interesave reciprok. Ne le të thuash që kemi qenë të gjithë paksa të mallëngjyer nga kalimi i asamblesë son plenare me të paktën 20 ministra, të cilët morën fjalën të gjithë duke folur në mënyrë ekskluzive në italisht dhe pa pasur praninë e përkthimit. Mendoni se sa tregon kjo gjë se sa Italia ka qenë dhe është një pikë referimi për Shqipërinë. Ajo çka ne duam të bëjmë me këtë ditë është që këtë marrëdhënie të jashtëzakonshme mes kombeve vendeve tona ta shndrojmë në një mësim, në një thesar për ta fuqizuar edhe më shumë këtë marrëdhënie. Është e qartë që